أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر اللهم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, pasi ta falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu për të mirat dhe begatitë e tij. Lusmi Allahun xhalla xjalaluhu që namazin ton, ibadetet tona Allah i kabul në i ban, dhe këto ditë të cilat kanë met, Allahu xhalla xjalaluhu të na mundson të përjetojmë, sepse janë ditë madhështore. Prandaj pa humbur kohë në një hadith të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam, që hadithën e transmeton një shok i tij, Kabi bin Hujra, thot ai se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë prej ditëve e kërkoi minberin e tij. Thot qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahduru li minber, ma bini minberin. Do thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, na që kemi këtë hudbën tonë këtu, ai e kishte një hudbë, një minber të ndrysht prej drunit, i cili i kishte vetëm 3 shkallë. Thot fahadarna falamma artafa darajatan qala amin. Thot masi ja pronu minberin pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur hipi në shkallën e parë, thot e tha fjalën amin. Thot falamma artaqa darajatan thaniya faqala amin. Kur hipi nejti, thot pak në shkallën e parë, thot dhe hipi në shkallën e dytë, prap tha amin. Thot falamma artafa darajatan thalitha faqala amin. Thot kur hipi në shkallën e tretë, prap tha amin. Thot falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sa'minna minka al-yawma shay'an ma akuna nasma'uhu. Thon i tham pejgamberit alayhi salatu wasalam kur zbriti nga minberi, mase e mbajti fjalimin, tham e dëgjum një diçka e cila nuk ishte e zakonshme prej ditëve të tjera. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot qal, do thot tha inna Jibril arada li fa qal. Thot kur u aprova te minberi, thot mu prezentu, mu shpaq Jibrili alayhi salatu wassalam. Thot tha bu'ida man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Thot qoftë larg ai i cili e ka përjetu Ramazanin dhe nuk ju ka pranu. Thot i thash amin. Thot për që ata do me thonë, kam thonë amin. Thot falamma raqaytu athaniya qala bu'ida man dhukirta indahu falam yusil alayka faqultu amin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot kur hipa në shkallën e dytë, thot më tha qoftë larg ai i cili kur përmendet emri jot nuk çon salavat për ty. I thash amin. Dhe e treta thot falamma raqaytu athalitha qala ba'uda man adraka abawayhi al-kibaru indahu aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin. Thot në shkallën e tretë, thot më tha, thot qoftë larg ai i cili i ka arrit 2 prindët e tij të moshuar, thot ose njënin prej tyre dhe nuk e ka arrit, nuk e ka fitu xhennetin, i thash amin. Do thot këtë hadith të cilën e transmeton ky shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, është një hadith madhështor që të cilët ulemat
kanë nxjerrë shumë dobi për këtij. Do thotë e para, siç treguam se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam është ngjit në shkallën e parë dhe i ka thonë Xhibrili larg qoftë ai. Çka do të thonë larg qoftë ai? Larg rahmetit të Allahut xhalla xhelalu. Me të vërtet është mjerim një besimtar musliman i cili e arrit muajin e Ramazanit dhe nuk përfiton prej tij. Pra ata Xhibrili alayhi salatu wasalam i ka thonë pejgamberit alayhi salam qoftë larg rahmetit të Allahut. Do të thotë se Allahu xhalla xhelaluhu e ka largu prej rahmetit vet. Cilin njeri? Do të thotë ai njeri i cili është musliman dhe ka agjëru. Sepse këtu hadithi tregon për kan për agjërusin. Edhe thot e ka largu Allahu prej rahmetit vet. Subhanallahu, është domethënë tragjike, themi, dhe është një gjest shumë i keq ku një musliman agjëron 30 ditë edhe Allahu xhalla xhelaluhu mos më ia bë kabull Ramazanin e atij. Çish mundet me ndodh kjo? Ata ulemat kanë thonë se ki njeri i cili ka agjëru 30 ditë Ramazan në mesin e shokëve të tyre, do të thotë është pa se është duke agjëru mirë, po faktikisht ai s'ka qenë agjërush. E kanë pas për këtë njeri. Sepse do të thotë ka njerëzi të cilin jetojnë në mesin e muslimanëve dhe bojnë ibadet me musliman bashk, mirë po Allahu nuk ja pranon ibadetin e tyre. Pse nuk ja pranon? Nga se nijeti e tyre nuk ka qenë për Allah. Por kanë pas syje faqësi në zemër. Çka do të thonë kjo? Munafiklëk. Te na e kuj munafiklëk. Do të thotë ai i cili shpallët para muslimanëve, shfaqet para muslimanëve se është musliman dhe i ban punët e islamit, e muslimanizmit, a faktikisht në zemrën e vet nuk e ka për Allah, po e ka për sy e paqësi të na thojnë karshi alemit. Do thotë me e po njerëzit se me të vërtet ki po shkon në xhami, po falet, po agjeron, edhe në jeti ati a kon për që këtë mesele. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu këtë njeri e ka largu larg rahmetit vet dhe nuk ja ka pranu këtë ibadet. Është shumë e rëndësi që njeri në ibadetet e veta kur t'i boje me pas kujdes nga syepaqësia, nga riaja. Është shumë do të thotë e rëndësishme që njeri t'i boje ibadetet, qoftë namazi, Ramazani, si kurse kur është në mesin e njerëzve, po edhe si kurse kur është vetë. Nga se, na kemi thonë do të thotë se çdo ibadet i cili është bërë farz për muslimonin, është bërë për kanë, për të mirën e muslimonit. Për çka? Për me ndryshuaj. Do të thotë kur të vjen njeriu me ardhmë me fal namazin në xhami, kur të niset me ardhmë me fal namazin, duhet me ditë se ka shku në shtëpinë e Zotit. Pse? Sepse Zoti e ka thirrë. Edhe duhet me ditë se kujna është i dalë përpara. Edhe për kushtimi i namazit, leximi i Kuranit, qëndrimi në qiyam, qëndrimi në ruku, qëndrimi në sejdë, këtë këto kanë domethënien e vet. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ne edhim do të thotë hadithin kur ka ardhur ai i cili është fal, do të thotë nuk ka qenë i kujdesshëm ndaj namazit vet. Është fal shpejt, si ka bën rukut çish duhet, si ka bën sejdë çish duhet. Do të thotë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka tërheqë vërejtjen, se ai ka dashur me dalë, ka një xhamia, fal ka dashur me dalë, i ka thonë irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ka thonë ktheu falë se nuk je fal. Do të thotë sa namaz kish ka ki bati. Pse e ka kthi një herë, dy herë, tre herë. Derisa ai ka thonë ja Rasulullah, ka thonë s'di unë rishe që më fal. Shtu jam mësuar, shtu di. Çka ditaj. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë ka mësuar se çish duhet. Me qëndru, që duhet me murë të këbirin, që duhet me nejtë në kijam, që duhet me shku në ruku, që duhet me shku në sejdë. Këtë këto
është domethënë hadithi i gjatë i cili e tregon në formën më të mirë, do të thotë formën e namazit që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka mësuar këtë bedevi. Edhe për adhurimet e tjera, njashtu edhe Ramazani e ka domethënien e vet. Do të thotë çdo ibadet që ka ardhur për me na bën neve të rribie. Me na eduku se si duhet njeri kur shkojë dikun, çish duhet me shku, në çfarë forme duhet me shku. Na krejt e dim se kur për na therr dikush një iftar, pindrojmë të eshat, veshmi pak më të mira, po përllatemi, po pastrohemi, do thot edhe po shkojmë diçish me thon pak më të veçantë, jo si zakonisht. A kur të vimin të xhamia këtu, do thot nuk i këshillmi shumë sene, ta i kemi të eshat mira si kemi, do me thonë, dhe njëherë në ndodhë pite puna, drejt e xhamia him këtu, edhe nuk kujdesmi shumë për vetën tu. E dhe njëherë ndoshta edhe nuk pasrohemi në vendin e era njerëz këtë, se kemi kujdes. Pse? Sepse e kemi morë, do me thonë, namazin e kemi morë ibadetin si tradit, si gjonë, do me thonë e përdiqme. Edhe si kushtojmë shumë anësi. Mirë po faktikisht, një hadith do thotë që ka ardhë me mësu kushtet e imanit, islamit, tiksanit, Gjibrili a.s. pejgamberët e thamë në xhami, do thotë thuhet se kur ka ardhë, ai ka ardhë me teshat pastra. I ka pos flokt e pastra. Edhe ka ardhë me tërbje, ka him mrena, do thotë a ullë për para pejgamberit a.s. që shesh ullë, a ullë mujza. Edhe ja ka nu durët ku të kofshët pejgamberit a.s. edhe ka pyet, do thotë. Do thotë këtë kjo, hyrja, mrena, qëndrimi, ulja, këtë këto janë edukat. Do thotë, nuk hijet mrena në shtëpinë e Allahut azza wa jall, mu ul, do thotë edhe ti kut më tej këti që gjë mu ul. Ka rënë në xhami. Kur ti mrena në xhami, nëse ki ardhi pari ulu kanë safin e parë. Pse po shkon atje ulësh nuk? Tani kur qosh me fal sunetin, ai që të shka të vjen ka përcen përpara. A ulemat që kanë thonë, nuk lejohet ai të konë mu falë ti mi ka përci përpara. Pse? Sepse ai shka falet, nuk banë mu falë midis xhamisë ose në fund xhamisë. Prej sunetit pejgamberit a.s. është me emur i thuin përpara sutre. Shka në sutre? Një penges, që mësë me mujt ai me kalu, shka vjen e qëtëri. Edhe nëse eventualisht, nëse kalon, është habit, nuk kanë të të po. Që jetu falë, kanë thonë ulemat ki drejta me aqit dorën përpara, me pengu, mësë me leon me dalë. Pse? Sepse është një hadith tjetër që thot pejgamberi a.s. thot ai i cili kalon, do me të kalu. Thot, po ta kishte ditë më katin sa është i madh, thot do të kishte prit 40. Ama nuk e ka cek këtë mas, ai transmetuesi i hadithit thot harrova, a tha 40 vjet, a 40 muaj, 40 ditë. Thot e harrova këta. Do të thot se është, do të thot jo e mirë, ai që falet ti mi ka përci përpara. Për ata duhet me emur një qëfar, se jeni për para, ose falu, do me thonë mas shokit tanë, ose a i shka për para tije, afrosh, me shku piqe gjevë, me shku mu falë midis xhamisë. Kjo nuk ka edukat. Do thotë edukata është dush me hi, si cili indrit safat që shdojt. Na kitë e dim, batë vjetëri që imi kohë në shtarë, në shtërinë e Jugoslavisë, kur kemi dalë në pisë, çdo kush e ka ditë venën e vetë ku e ka. Që ta ka mësu oficirin. Shakon ai para teje, ta ka mësu ku e ki venin, edhe ti çdo ditë kur ki dalë e ki ditë venin tanë. Edhe në xhami janë qashtu. Jo që ti me e bon tabi qatë vend që ti ku e ki, mirë po është mirë me dalë ma harat edhe mu ullë në safin e parë, nga se safi i parë ka se vape ma shumë. Do thotë, ka ren. Edhe Ramazani, qish ka kallëzu pejgamberi a.s. ka ren. Qka ka ren? Nuk ka interesant njëri me nejtë undë, pa hangër, pa pi, i etshëm, i lodhë në punë, krejt këto i merë parasysh, mirë po, një gjonë se ka morë parasysh. Se ka morë parasysh kanë një jetin, se për kanë e ka bo një jetë me agjeru. Ose, për kitë këto ibadete shka i bojna, e kemi bo rutinë për ditë. Do të thotë, vim, shkor. Mirë po, atë ambëlsin në zemrën tonë, ambëlsin e imanit, do të thotë, a jetë e një, as jetë e një. Nëse ketë e njën amëlsin e imanit, se do me thonë ti ki hi në Ramazan, jetë u dalë për Ramazanit, amo je shumë më ndryshëm
se sa kur ke hi. E ke ndryshu vetën tonë. Nëse se ke ndryshu vetën tonë, ke hi, sikur në fillim, sikur në mbarim, kur gjo s'ka bo. Do të thonë i njëjtë. Jo, besimtari musliman duhet për çdo herë, çdo ibadet kur ta bëjë ta edukojë nefsin e vet. Prandaj edhe këtë hadith të cilën ulemat e kanë, do të thotë, kanë pru shumë dobi në ta, që pejgamberi alayhis salatu wassalam me fjalën amin, do të thotë ju ka përgjigj Xhibrilit alayhis salatu wassalam. Do të thotë e treta, do të thotë Xhibrili alayhis salam i miri ai, do të thotë qoftë larg rahmetit Allahu xhalla xhelaluhu, që i ka arrit prindët e tij të thotë më shumë dhe nuk ka mujt me fitu xhennetin. A pejgamberi alayhis salatu wassalam çka thot për prindët? Thot derisa i ke prindët gjallë, i ke 2 dyrë të xhennetit qetë. I ke 2 dyrë të xhennetit qetë. Çka do të thonë me këtë? Do thot se kontribo me ato nëse do me përfitu derën të cilën ta kalon Allahu azza wa jall qetë. Thonë si i vdes njëri, i mbyllet njëna derë. Do thonë se ka mundësi mo se ai nëse vdes ti ki mundësi me bon se vape për ata. Mirë po dera e xhenetit që takon ai gjallë tu kam qetë. Thotë nëse i vdes edhe tjetri thotë më qelen të dy dyrt. Do thotë nuk ka mujt me arrit kanë se vapin që ti çon në xhennet. Thotë 2 dyrt e prindëve siç ka transmetuar do thotë Xhibrili alayhis salam thotë larg rahmetit kofsh. Për ka thonë për atë person që i cili nuk janë nin për prindët. Në sot në ka sprovu Allah azza wa jall evladët e tonë i kemi do të thotë më shumë jashtë se këtu. Edhe dinjonit i behi se baba nana. Dinjonit që janë këtu i behi se nana edhe baba. Po nuk duhet me harru edhe ai i cili është larg, edhe ai i cili janë gurbet. Mas pakti duhet me e thirr bilin telefon. Duhet me vet vllavën e vet. Do të thotë a ki hidare, a mund po bash, se plaki kur të plakët, do të thotë i ka do nevoja, do të thotë të cilat njeri nuk i paramenon. Deri kur? Derisa t'i bere në krije. Se dinjëherë kur të plaki derisa hec në kam të veta, nuk i bon t'i ftia që njerëzve. Se ka mundësi me krije nevojën vetë, me shku mu pastru vetë, mu vesh vetë. Mirë po kur të bere në dishek, a i ka nevoj me aqun një gotë me ujë. Edhe naj e do një person, një njeri 24 orë minejt e kokë. Pse? Sepse plaki ka shumë kërkesa. Është interesant ato të cilët kanë përjetu, do thotë ka shumë kërkesa, edhe natën, edhe ditën. Edhe ne e dim se plaku nuk flanë kur i rivi. I rivi si të bere 12 saat qotë. Plaku çdo 2 saat qotë. I del gjumë, i rrotullohet, qohet del jashtë, shkon kri nevoj, kthehet. Edhe ai ka nevoj, mirë po ai i cili arat, ai therr, ai thotë, "Hey, that's ka." Nuk le rahat. E nëse ti do thotë nuk i ai i cili ja bën izmetin, çfarë ke mbyll këtë derën. Çka ka thonë Xhibrili alayhis salatu wassalam. Për ata, ai i cili do thotë përfiton për prindve, edhe i kanë ra hise prindët, do thotë ai e ka xhenetin garantuar prej Allahut xhalla xhelal. Mirë po ku thash edhe ai tjetri vëlla i cili është ose motor, pa marr parasysh, të cilët nuk janë në shtëpi me tu jetu me ata, duhet me pas kujdes edhe mu kujdes në forma të ndryshme. Në forma të ndryshme. Në çka? Do thotë në me pyet vllavin e vet. A ka hidare, s'ka hidare, a mund ja blen barnat, s'ja blen barnat. Se do thotë nuk ka edhe let me një rrogë të nasër të na, do thotë që tash në kohën e funit kanë nisë me punu edhe burri edhe gruaja. Në gjithmonë ka punu veç një në shtëpi. Një me një rrogë kanë jetu njerëzit. Qerë që ati u kolla shtëpia si janë sjellë. Ka më fush diçka kanë bo. Mira mo që tash më e kanë lanë edhe fushën krejt, që tash e kemi ndru sistemin. Kemi lanë fushën, i kemi shti gratë në përpuna, edhe e kemi lanë shtëpinë në shprast, plaki vetë në shtëpi. A i ka nevoj për shka, për trajtim. Bile, plot shumica, ku i gjanë. A i Halil Kastrati, po do me ndreq edhe një pleq, një shtëpit pleqve. Pse s'pi zen a i ku e ka ndreq? Ka nevoj, alo më shumë.
A duhet muslimani me mor babën me gjumë në shtëpinë e vlezhve? E ti të kanë gjallë, e të kanë punë, e ti pas këtë mirat, me mor babën me gjumë të shtëpia e vlezhve, shka? Bile as për bajram të shkon me bo. Na pishofmi se thot e kam gjallin në Gjermani, kur s'ka ardhë me bo bajram me babën. E ka gjithë Halil Kastrati që a gjemë një vend, me një shpi, katastrofë, opton, edhe ka shku e ka mori gratë, e ka mori e ka qu, pse, mos me lanë me hek. E banë muslimoni këtë? Se banë. Për që këtë ka thonë Gjibrili a.s. ka thonë Allahu e ka largu prej rahmetit vetë. Pra ta na e lusmi Allahu në gjellë që Allahu mos më në largu prej rahmetit vetë. Me këtë rahmet të cilin na jemi të e lip dit e natë, se jemi agjërus, do të thotë rahmetin Allahu ta lëshoje mbi musliman kudo që janë. Edhe ato që janë rahat, po edhe ato që nuk janë rahat. Se na po i shohmi, do të thotë se vllaznit e tonë, do të thotë me janë ditë janë duke u bra. E fëmijë, e gra. Do të thotë mirë po na jemi rahat. Mos mendojmë se nëse na se kemi dertin e atinve, Allahu xhalla xhelalu ka më në lanë rahat sikur që shemi. Ja, sot është agje, ne jesër ka mundësi mu këthi të na. Për ata musliman të thujnë është sikur një trup. Kur ta plagose gishtin dikush, çka ban? Këtë trupi e ndinë dhimbjen. Pra ata edhe na duhet me konë ato që në këto ditë të funit, që mo do më thonë jemi të shkuve që t'i hangër ditët e Ramazanit, t'i sos që jemi për atinve që ta kemi dirtin edhe atinve që po vdesin, edhe pse Allahu xhalla xhelalu ka bon që këtë Ramazan ato inshallah me shku krejt shahida. Mirë po, ajo dhimbja jonë e zemrës duhet me kanë që na me kanë do thot me në udhimt ato shahida që po shkojnë dhe në atë mënyrë të cilën e kanë jetën shumë të vështirë dhe në këtë Ramazan po e përjetojnë këto ditë. Elusmi Allahun azza wa jall që Allahu ta shlojë rahmetin mbi gjithë muslimanët dhe me ne aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim.